A keni vënë re ndonjëherë se makina juaj humbet papritmas, fuqinë dhe gazi nuk përgjigjet njësoj? Motori po mbytet. Nuk është një dështim. Makinat moderne kanë mënyra mbrojtjeje që kufizojnë performancën për të parandaluar dëmtimin katastrofik të motorit, transmetimit dhe komponentëve kritik. Sot do të identifikojmë 12 arsyet e sakta se makina juaj kalon në modalitetin e mbrojtjes ose modalitetin e sigurt dhe si ta zbuloni atë përpara se t'ju çojë në një punëtori të shtrenjtë. Ky është informacion i vlefshëm për të diagnostikuar sakt, për të shmangur riparimet e panevojshme dhe për të kuptuar pse makina juaj silet çuditshëm. Le të shkojmë atje. Arsyeja e dimbedhjet. Temperatura e tepërt e ftozit të motorit. Fillojmë me arsye numër 12. Temperatura e tepërt e ftozit të motorit. Mbinqeja aktivizon mbrojtjen termike. ECU monitoron vazhdimisht temperaturën e ftozit përmes sensorit ECT. Kur kufiri i sigurisë i kalohet, zakonisht 105 deri në 110 gradë Celsius, ECU zvoglon energjinë menjëherë. Kjo mbrojtje parandalon dëmtimin e coplit të arit të kokës, deformimin e kokës së cilindrit, plasaritjen e bllokut të motorit, veshkrirjen e pistonëve. Simptomat që do të vini re janë drita e kuqe e temperaturës në pult, humbja e fuqisë së mbutjes, motori me rrotullime të kufizuara dhe ventilatori i radiatorit në funksionim maksimal konstant. Shkaqet e zakonshme përfshin ftosin e ulët, rrjedhjet në sistemin e ftojes, termostatin e mbërthyer të mbyllur, pompën e ujit që dështon, radiatorin e bllokuar dhe ventilatorin elektrik që nuk funksionon. Për verifikim, përdorni një skaner për të lehtësuar sensorin ECT dhe për ta krahasuar atë me temperaturën aktuale të motorit. Nëse ka një mospërputhje, sensori është me defekt. Bëni një inspektim vizual të nivelit të ftosit në rezervuarin e zgjerimit dhe kërkoni rrjedhje në zor, radiator dhe pompë. Zgjidhja e menjëhershme është të ndaloni makinën dhe ta lini të ftohet. Asnjëherë mos e hapni radiatorin kur është i nxehtë. Presioni dhe avulli shkaktojnë djegje të rënda. Një diagnozë profesionale është e nevojshme për të identifikuar shkakun kryesor të mbingjejes dhe riparimit përpara se të vozitni përsëri. Injorimi i mbingjejes shkatëron plotësisht motorin. Riparimi kushton mijëra euro. Parandalimi është ekonomik. Arsaja ngjembedhjete. Presioni i tepërt i turbocharger. Në arsyen e 11 kemi presion të tepërt të turbocharger, overboost. Kjo mbrojtje kufizon fuqinë. Në motorët turbo, ECU kontrollon presionin e rritjes përmes valvulës së portës së mbeturinave ose aktuatorit elektronik. Kur presioni tejkallon kufirin e programuar, ECU ndërpret injeksionin e karburantit dhe zvoglon fuqinë. Kjo mbrojtje parandalon shpërtimin e motorit, i cili është një shpërtim i parakohshëm i përzierjes që dëmton pistonët dhe valvulat. Simptomat janë humbja e papritur e energjisë ndërsa përshpejtohet fort. Makina përshpejton normalisht dhe papritmas dalon së reaguari. Kontrolloni dritën e motorit me kodin P0234, overboost. Shkaqet përfshin valvullën e mbeturinave të mbyllura, të tyer ose të shkëputur, aktivizuesin turbo të gabuar, sensorin e presionit MAP me lehtësim të pasakt, softwarein e vjetruar ECU dhe modifikimet turbo pari programim. Për verifikim, ai përdor një skaner për të lehtësuar kodin e defektit P0234 dhe të dhënat e presionit të rritjes në kohë reale. Krahasoni me specifikimet e prodhuesit. Bëni një inspektim vizual të zorëve turbo në intercooler duke kërkuar tujeri ose shkëputje. Verifikoni që valvula e portës së mbeturinave të ketë lëvizje të lirë pa bllokim. Zgjidhja. Zëvendësimi i valvulës së portës së mbeturinave kushton nga 3 deri në 500 euro. Riparimi i zorëve nxitëse rreth 100 euro. Riprogramimi i ECU për modifikime turbo midis 500 dhe 1000 euro. Injorimi mbi ngarkesës mund të shkatërrojë motorin me shpërtim të rëndë. Riparimi i të gjithë motorit kushton 10.000 euro ose më shumë. Arsyeja e gjete. Sensori i pozicionit të mbutjes së mbutjes. TPS me sinjal të çrregullt. Sensori i pozicionit të fluturës së mbutjes. TPS me sinjal të çrregullt aktivizon modalitetin e kufizuar të mbrojtjes boshe. TPS informon ECU në për pozicionin e sakt të pedalit të gazit. Kur sensori dështon dhe dërgon sinjale kontradiktore,
ECU kalon në modalitetin e sigurt dhe kufizon rrotullimet në boshe prej rreth 1000 rpm. Kjo mbrojtje parandalon përshpejtimin e pakontrolluar, rrotullimet e tepërta dhe dëmtimin e motorit ose transmetimit. Simptomat janë se gazi nuk përgjigjet kur shtypni pedalin. Motori mbahet në boshe të ulët. Kontrolloni dritën e motorit me kodet P0121, P0122, P0123. Pozicioni TPS jashtë diapazonit. Shkaqet janë gjurmët e karbonit të sensorit të konsumuar me kontakt të parregullt, instalimet elektrike TPS të shkurtra, lidhjen e lirshme ose të gërryer, sensorin e dëmtuar mekanikisht dhe grumbullimin e papastërtive në trupin e mbutjes. Për verifikim, përdorni një voltmetër për të matur sinjalin TPS. Duhet të rritet në mënyrë lineare nga pik 0.5 volt në boshe në 4.5 volt me gazin e plot. Nëse kërcen ose është me ndërprerje, sensori është i gabuar. Pastrimi i trupit të mbutjes me spray specifik mund ta zgjidhë problemin përkohësisht nëse akumulimi i papastërtive parandalon lëvizjen e qetë të fluturës. Arsyeja e 9. Presioni i pamjaftueshëm i karburantit. Presioni i pamjaftueshëm i karburantit kur pompa, regulatori ose valvula kontrolluese dështon aktivizon mbrojtjen nga djegja e dobët. Sistemi i karburantit duhet të mbajë një presion specifik që injektorët të spërkaten siç duhet. Kur presioni bie, ECU e zbulon atë përmes sensorit të presionit të hekurudhës së karburantit dhe zvoglon fuqinë për të parandaluar përzierjen tepër të dobët që dëmton motorin. Kjo mbrojtje parandalon shpërtimin, temperaturat e tepërta të djegjes dhe dështimin e konvertuesit katalitik. Simptomat janë humbja e fuqisë në përshpejtim të fortë, motori drivet ose lëkundet në ngarkesë, ndizje e vështirë, motori rrotullohet disa sekonda para se të ndizet dhe kontrolloni dritën e motorit me kodet P0087, presioni i ulët i karburantit, ose P0190, mos funksionimi i sensorit të presionit të karburantit. Shkaqet përfshin pompën e konsumuar të karburantit që nuk gjeneron presion të mjaftueshëm, regulatorin e gabuar të presionit të karburantit që lejon presionin të luhatet, valvulën e dobët ku presioni bie me motorin e fikur, filtrin e bllokuar të karburantit që kufizon në rrjedhën dhe injektorët pjesërisht të bllokuar. Për verifikim, përdorni një matës presioni karburanti. Lidheni me shinën e injektorit dhe matni presionin me qelsi në kontakt dhe motorin e fikur. Duhet të jetë në specifikim. Zakonisht 50 deri në 100 bar në motorët me injeksion direkt, 30 deri në 50 bar në injeksion porti. Dëgjoni pompën e karburantit me qelsi në kontakt. Duhet të gumëzij për 2 sekonda për të vënë presion në sistem. Nëse pompa është e qetë ose nuk funksionon, kontrolloni siguresën, stafetën dhe furnizimin me energji elektrike. Zgjidhja. Zvendësimi i pompës së karburantit në rezervuar kushton nga 400 deri në 800 euro, përfshin punën për akses. Regulatori i presionit nga 2 deri në 400 euro. Filtri i karburantit 50 deri në 100 euro. Pastrimi tejzanori i injektorit midis 300 dhe 500 euro. Diagnoza e saktë është thelbësore për të shmangur zvendësimin e panevojshëm të komponentëve. Presioni i karburantit si problem mund të ketë shkaqe të shumta. Verifikimi sistematik kursen para. Arsyeja e 8. Temperatura e tepërt e vajit të motorit. Temperatura e tepërt e vajit të motorit aktivizon mbrojtjen termike të lubrifikimit. Vaji i motorit lubrifikon dhe ftoh komponentët e brendshëm. Kur temperatura e vajit tejkalon kufirin e sigurt, zakonisht 130 deri në 140 gradë Celsius, ECU zvoglon fuqinë për të parandaluar dëmtimin e boshtit të boshtit, boshtit me gunga dhe kushinetave të pistonit. Kjo mbrojtje parandalon degradimin e vajit, humbjen e viskozitetit, dështimin e lubrifikimit dhe kapjen e motorit. Simptomat janë humbja e fuqisë gjatë vozitjes së zgjatur me shpejtësi të lartë ose me ngarkesa të rënda. Drita paralajmëruese e vajit me presion ose temperaturë, treguesi temperaturës së vajit të zonës së kuqe nëse është i disponueshëm, dhe era e vajit të djegur. Shkaqet janë niveli i ulët i vajit me lubrifikim të pamjaftueshëm, vaji i vjetër i degraduar që nuk ftohet siç duhet, ftohësi i vajit i bllokuar që nuk shpërndan nxehtësinë, drejtimi agresiv i zgjatur me motor të vogël, dhe ngarkesë tërheqëse ose mbi ngarkesë e tepërt, dhe popa e vajit e dështuar me presion të pamjaftueshëm. Për verifikim, kontrolloni temperaturën e vajit me skaner.
Lecimin e sensorit të temperaturës së vajit dhe krahasojeni atë me specifikimin. Kontrolloni nivelin e vajit me shkopind. Duhet të jetë në intervalin e duhur midis min dhe max. Cilësia e vajit. Nëse ngjyra është e zezë dhe e trash, ajo degradohet dhe duhet të ndryshohet. Inspektoni radiatorin e vajit nëse është i disponueshëm, duke kërkuar pengesa, papastërti ose pend të përkullura që pengojnë rrjedhën e ajrit. Zgjidhja menjëhershme është zvoglimi i shpejtës dhe ngarkesës për të lejuar që motori të ftohet. Ndaloni në një vend të sigurt dhe kontrolloni nivelin e vajit. Shtoni, nëse është e nevojshme, me viskozitetin e duhur. Ndërrimi menjëhershëm i vajit dhe filtrit, nëse vaji degradohet, kushton midis 100 dhe 200 euro. Parandalon dëmtimin e motorit prej 1000 eurosh. Drejtimi moderuar me ngarkesa të arsyeshme dhe intervale të respektuara të ndërimit të vajit parandalojnë temperaturën e tepërt të vajit. Mirëmbajtja është ekonomike. Mbrojtja është e shtrenjtë. Arsyeja e 7. Temperatura e tepërt e transmetimit. Temperatura e tepërt e transmetimit shkakton binqeje dhe mbrojtje të ingranazheve. Transmetimet automatike, CVT dhe DCT, me tuftë të dyfisht, gjenerojnë nxehtësi fërkimi. Kur lëngu i transmisionit arrin një temperaturë që te i kalon kufirin e sigurt, zakonisht 120 deri në 130 gradë Celsius, ECU kufizon fuqin, ndërohet më mirë dhe shmang ingranazhet e larta. Kjo mbrojtje parandalon djegjen e tufës dhe brezit të fërkimit, deformimin e komponentëve të brendshëm dhe dështimin katastrofik të transmetimit. Simptomat janë ndryshime të papritura ose vonesa në ndërrimin e marsheve, rrëshqitja e transmetimit, rrotullimet rriten por shpejtësia jo, drita paralajmëruese e transmetimit dhe humbja e fuqisë gjatë përshpejtimit. Shkaqet përfshin nivelin e ulët të lëngut të transmetimit me lubrifikim dhe ftoje të pamjaftueshme, lëngun e vjetër të degraduar që nuk shpërndan nxehtësinë siç duhet, radiatorin e bllokuar të transmisionit, tërheqjen e ngarkesave të rënda ose ngjitjet e zgjatura dhe vozitje në qytet në trafik të rënd, ku ndryshimet e shpeshta gjenerojnë nxehtësi të tepërt. Për verifikim, kontrolloni temperaturën e transmetimit me skaner, lecimi i sensorit të temperaturës, ATF, dhe krahasojeni atë me specifikimin. Niveli i lëngut me shufrën specifike të transmetimit në intervalin e duhur. Ngjyra e lëngshme. Nëse është kafe e errët ose e zezë e djegur, është zbehur dhe duhet të ndryshohet. Bëni një inspektim vizual të radiatorit të transmisionit dhe linjave të ftojës duke kërkuar rrjevje, pengesa ose dëmtime. Zgjidhja e menjëhershme është të ndaloni makinën në mënyrë të sigurt dhe ta lini transmetimin të ftohet për 10 deri në 15 minuta përpara se të vazhdoni. Ndryshimi i lëngut të transmisionit dhe filtrit kushton nga 2 deri në 400 euro në varësi të automjetit. Shërbimi i plot i transmetimit që përfshin koston pastrimi midis 500 dhe 1000 euro, instalimi një radiatori shtesë të transmisionit pas tregut midis 300 dhe 500 euro, përmirëson kapacitetin ftohës në automjetet me tërheqje të shpeshtë. Mirëmbajtja parandaluese me ndryshime të lëngut të transmisionit në intervalet e rekomanduara, 30.000 deri në 60.000 km në varësi të llojit të drejtimit, parandalon binqejen e kushtueshme dhe shmang riparimet të transmisionit prej 5.000 deri në 10.000 euro. Arsyeja e 6. Sistemi bllokuar kundër ndotjes, DPF. Sistemi kundër ndotjes me DPF të bllokuar. Filtri grimkave të naftës. Detyron një rigjenerim dhe aktivizon mbrojtjen. Motorët modern me naftë kanë një DPF që kap grincat e blozës nga shkarkimi. Kur bllokohet tepër, presioni kundërt i shkarkimit rritet dhe ECU kufizon fuqinë dhe detyron një rigjenerim të DPF për të djegur blozën e akumuluar. Kjo mbrojtje parandalon dëmtimin e turbos, valvulës EGR dhe motorit. Presioni tepërt shkatëron komponentët. Simptomat janë humbja graduale e fuqisë, veçanërisht në përshpejtim, mbutja e motorit, tëmi i zi i tepërt i shkarkimit, drita paralajmëruese DPF në pult, ere forte e shkarkimit gjatë procesit të rigjenerimit, rritja e konsumit të karburantit dhe temperatura e ngritur e shkarkimit. Shkaqet përfshin drejtimin në distanca të shkurtra urbane, ku DPF nuk arrin kurrë temperaturën e rigjenerimit, vajin e papërshtatshëm të motorit që gjeneron hitë të tepërt dhe bllokon DPF, sensorin e gabuar të presionit diferencial DPF me lehtësim të pasakt dhe injektorët e konsumuar të karburantit, ku djegja jo e plot gjeneron blozë të tepërt.
Për verifikim, përdorni një skaner për të lecuar statusin e DPF, përqindja e bllokimit, presioni diferencial para dhe pas filtrit dhe të dhënat e rigjenerimeve të përfunduara ose të dështuara. Ju mund të detyroni rigjenerimin e palvishëm me një procedurë skaneri që mban motorin në rrotulime të larta në temperaturën e nevojshme për të djegur blozën për 30 deri në 40 minuta. Zgjidhja. Pastrimi i DPF-s profesionale me një makinë të dedikuar kushton nga 400 deri në 600 euro. Zëvendësimi i DPF-s së re midis 1.500 dhe 3.000 euro në varësi të automjetit. Për parandalim, vozitni në autostrad me një shpejtësi konstante për 20 deri në 30 minuta në javë. Kjo lejon rigjenerime automatike naturore. Përdorni vaj motori me specifikimin e duhur të SAPS të ulët dhe respektoni intervalet e kullimit. Heqja e DPF-s është e paligjishme në Evropë. Inspektimi teknik dështon me gjoba. Përveç kësaj, dëmton valvulën turbo dhe EGR në planin afatgjat. Zgjidhja duket tërheqëse, por krijon probleme më të mëdha. Arsyeja e peste. Sensori i kontaminuar i masës së rrjedhës së ajrit, MAF. Sensori i rrjedhës së ajrit të masës së kontaminuar, MAF, jep një leccim të pasakt të përzierjes ajër-karburant dhe aktivizon mbrojtjen. MAF matë sasinë e saktë të ajrit që hyn në motor. ECU llogarit karburantin që do t'i injektohet. Kur sensori është i kontaminuar me vaj, pluhur ose mbeturina, ai dërgon sinjal të gabuar dhe ECU injekton karburantin e gabuar, përzierje tepër të pasur ose të dobët. Kjo mbrojtje parandalon dëmtimin e konvertuesit katalitik, temperaturat jo normale të djegjes dhe shpërthimin e motorit. Simptomat janë humbja e fuqisë, përshpejtimi i dobët, motori ndizet me vështirësi, punë e paqëndrueshme dhe e parregullt, konsumi i karburantit rritet në mënyrë drastike dhe kontrolloni dritën e motorit me kodet P0100, P0101, P0102, qarku MAF me mos funksionim ose P0171, P0174. Përzierje dobët. Shkaqet janë filtri i ajrit i ndotur, ku grincat kalojnë dhe ndotin MAF, vaji i filtrit të ajrit në rrjedhje të lartë me teprisë të aplikuar që ndotet sensorin, avujt e vajit të karterit nga ventilimi i gabuar PCV dhe MAF i vjetër, ku elementi i ngjehtë degradohet me ndjeshmëri të reduktuar. Për verifikim, përdorni një skaner për të dhëna në kohë reale nga MAF. Në punë, duhet të shënojë midis 2 dhe 7 gram në sekond në varësi të motorit. Në përshpejtim, vlerat rriten proporcionalisht. Nëse leccimi është 0 ose tepër i lartë, sensori është me defekt. Pastrimi i MAF me llak. Pastrimi specifik për MAF. Kur pastrues frenash ose WD-40 sepse dëmton elementin e sensorit. Aplikohet me kujdes në telin e ngjethë ose elementin e filmit të ngjethë. Lëreni të thahet plotësisht përpara se ta riinstaloni. Zgjidhja. Pastrimi i MAF kushton midis 15 dhe 20 euro dhe mund të rivendos funksionin e sensorit nëse ndotja është e butë. Zvendësimi i MAF së midis 150 e 300 euro në varësi të automjetit. Disa sensor janë të shtrenjtë, 500 euro në markat premium. Për parandalim, përdorni një filtr ajri cilësor të ndryshuar në intervalet e duhura, 15 deri në 20.000 km, për të shmangur ndotjen e MAF. Filtrat e ajrit me rrjedhje të lartë kërkojnë vaj. Aplikimi i kujdesshëm, pa aplikim të tepërt, kontaminon sensorin. Mbajtja e sistemit të ventilimit të karterit PCV me valvulën që funksionon siç duhet, parandalon avujt e tepërt të vajit. Arsyeja e katërt. Shpërthimi i motorit zbulohet nga sensori i goditjes. Shpërthimi i motorit të trokitjes, ku zbulohet nga sensori i goditjes, aktivizon mbrojtjen e vonesës ndezjes. Shpërthimi është një shpërthim i parakohshëm dhe i pakontrolluar i përzierjes ajër karburant në dhomën e djegjes. Gjeneron val presioni dhe trokitje metalike. Sensori i trokitjes zbulon dridhje specifike dhe ECU vonon menjëherë kohën e ndezjes dhe zvoglon fuqinë për të parandaluar dëmtimin. Kjo mbrojtje parandalon vrimat e pistonit, valvulat e djegura, plasaritjen e kokës së cilindrit dhe dëmtimin katastrofik të motorit. Simptomat janë humbja e fuqisë nën përshpejtim të fortë, veçanërisht në ngjitje me ngarkesë motori,
zhurma e motorit që troket në ngarkesë kur përshpejtoni fort dhe kontrolloni dritën e motorit me kodet P0325, P0330. Qarku i sensorit të trokitjes me mos funksionim. Shkaqet janë: karburanti i gabuar me oktan i ulët për atë që kërkon motori. Si për shembull, nëse motori ka nevojë për 95 benzinë dhe përdorni 90, shpërthimi është i pashmangshëm. Kandelat me diapazon termik të pasakt me temperaturë të tepërt të djegjes. Grumbullimi i karbonit në dhomën e djegjes që rrit kompresimin. Sensori i gabuar i trokitjes që nuk zbulon shpërthimin aktual dhe ECU nuk mbron motorin. Dhe turbo me presion të tepërt nxitjeje, ku mbi ngarkesa gjeneron shpërthim. Për verifikim, kontrolloni karburantin në rezervuar me vlerësimin e saktë të oktanit sipas specifikimeve të prodhuesit. Kandela me boshllëk në specifikime dhe diapazon të saktë termik. Inspektimi i dhomës së djegjes për të parë grumbullimin e karbonit në valvula dhe pistona. Pastrimi i dhomës së djegjes me akumulim karboni me procesin e shpërthimit të ars në shërbim të specializuar kushton nga 500 deri në 800 euro. Pastruesit e karburantit ose aditivët në përdorim të vazhdueshëm parandalojnë grumbullimin. Zëvendësimi i sensorit të goditjes kushton nga 200 deri në 400 euro, në varësi të vendodjes dhe aksesueshmërisë. Në disa motor, sensori është nën kolektorin e marrjes me njohuri intensive. Zgjidhja e menjëhershme është të përdorni karburant me oktan më të lartë, 98, përkohësisht, ndërsa diagnostikoni problemin. Udhëtimi qetë duke shmangur për shpejtimet e forta dhe ngarkesën e tepërt. Injorimi i shpërtimit shkatëron motorin shpejt, pistonët shpuan, valvulat digjen. Riparimi i motorit të plot kushton nga 5.000 deri në 10.000 euro. Parandalimi është ekonomik, karburanti duhur dhe mirëmbajtja e duhur. Arsyeja e tretë: rrëshqitja e tufës së transmisionit manual. Tufa e transmisionit manual rrëshqet dhe mbinqehet, duke aktivizuar mbrojtjen nga ndërprerja e energjisë. Tufat e konsumuara nuk transferojnë fuqinë nga motori në rrota siç duhet. Ato rrëshqasin dhe gjenerojnë nxehtësi të tepërt për shkak të fërkimit. ECU zbulon ndryshimin midis shpejtësisë së motorit dhe shpejtësisë së hyrjes së transmetimit duke përdorur sensor RPM dhe ndërpret energjinë për të parandaluar dëmtimin e diskut të tufës dhe volantit të motorit. Kjo mbrojtje parandallon djegjen e plot të tufës, kristalizimin e diskut me pamundësinë e ndërimit të ingranazeve dhe deformimin e pllakës së presionit ku volanti duhet të korrigjohet. Simptomat janë rrëshqitjet e tufës, rrotullimet e motorit rriten, por shpejtësia e automjetit nuk rritet proporcionalisht, veçanërisht në ngjitje ose për shpejtime të pjerta. Era karakteristike e djegur e tufës, pedali i tufës me një prekje sfungjerore dhe pike lartë kapjeje dhe humbje e fuqisë gjatë përshpejtimit. Shkaqet janë disku i tufës i konsumuar me material fërkimi të konsumuar dhe sipërfaqe e lëmuar që rrëshqit. Pllaka presioni me susta të dobta që nuk ushtron presion të mjaftueshëm. Vaji i motorit që ndoti diskun e tufës për shkak të rrjevjes nga vulla e boshtit të boshtit, volanti i motorit me sipërfaqe të pabarabart dhe konsumimi i pabarabart dhe vozitja agresive me nisje të forta ose tufë gjysmë shtypur që gjeneron konsumim të parakohshëm. Për verifikim, bëni një provë rrugore në një ngjitje të pjerrët. Në marsh të lartë, i treti ose i katërti, përshpejton me mbutje të plot. Nëse motori rrotullohet, por automjeti nuk përshpejton në përputhje me retanat, tufa rrëshqet. Inspektimi. Qasja në tufë kërkon çmontim intensiv të transmetimit. Kontrolloni trashësinë e diskut të tufës, gjendjen e pllakës së presionit, kushinetën e lëshimit të tufës dhe volantin e motorit. Zgjidhja. Zvendësimi kompletit të plot të tufës. Disk, çak dhe kushineta kushton midis $600 dhe $200 në pjesë. Puna kushton nga 4 deri në 800 euro. Totali nga 1 deri në 2000 euro në varësi të automjetit, pavarësisht nëse është me rrota të përparme apo me rrota të pasme dhe kompleksiteti i aksesit. Bluarja e volantit, nëse sipërfaqja është e pabarabartë, kushton 100 deri në 200 euro shtesë. Arsyeja e dite. Ndërhyn sistemi kontrollit të tërheqjes dhe stabilitetit ESP. Sistemi i kontrollit të tërheqjes dhe stabilitetit. ESP ndërhyn duke ndërprer fuqinë për mbrojtjen e stabilitetit.
Sistemet elektronike të stabilitetit, ESP dhe TCS, monitorojnë vazhdimisht shpejtësinë e rrotave, këndin e drejtimit dhe përshpejtimin ancor. Ata zbulojnë humbjen e tërheqjes ose rrëshqitjen. ECU zvoglon fuqinë e motorit dhe vendos frena në rrota individuale për të rimarrë kontrollin e automjetit. Kjo mbrojtje parandalon humbjen e kontrollit, aksidentet, largimet rrugore dhe përmbysjet, veçanërisht në kushte të pafavorshme si shiu, bora ose akulli. Simptomat janë humbja e fuqisë kur përshpejtoni në kthesa ose në rrugë të lagështa, drita ESP pulson në pult, motori që ndërpret fuqinë për një moment ndërsa rrotat rrotullohen, tingulli i aplikimit të frenave si ABS me pulsim të pedalit të frenave dhe automjeti stabilizohet automatikisht. Shkaqet janë përshpejtimi i tepërt në kthesa ku rrotat lëvizse humbasin tërheqjen dhe rrotullimin, rruga e lagësht, e rrëshqiqme, e akullt ose me borë me tërheqje të reduktuar, goma të konsumuara me shkelje të pamjaftueshme dhe kapje të dobët të sipërfaqes. Presioni i gabuar i gomave, i ulët ose i lartë, që ndikon në kontaktin e rrugës dhe sensori i gabuar i shpejtësisë së rrotave që dërgon sinjalin e gabuar dhe ESP aktivizohet pa nevojë. Për verifikim, drita ESP në pult pulson në mënyrë aktive gjatë funksionimit normal. Nëse mbetet i qëndrueshëm, ka një sensor të gabuar të rrotës ose kod defekti në memorien ECU. Gomat, inspektim vizual i shkeljes. Thellësia minimale ligjore është 1.6 mm. Rekomandohet për sigurinë është 3 mm. Presioni i gomave sipas specifikimeve të prodhuesit në derën ose manualin e shoferit, që aktivizimi ESP me buton është i disponueshëm në disa automjete për situata specifike, të mbërthyer në borë ose rër, ku duhet të lejoni rrotat të rrotullohen për të dalë. Përdorimi i përgjithshëm. Në rrugët normale, ESP duhet të mbetet aktiv për siguri. Zgjidhja është vozitja e përshtatur me kushtet e rrugës, shpejtësi e moderuar në kthesa, përshpejtimi qetë dhe progresiv, veçanërisht në lagështi. Zvendësimi i gomave të konsumuara, 200 euro për gomë cilësore. Sensorët e shpejtësisë së rrotave, midis 100 dhe 200 euro secili. Pastrimi i sensorëve ABS, nëse pa pastërtit ose ndryshku i grumbulluar, rikten funksionin. Arsyeja e pare, ECU. O zbulon defektin kritik dhe hyn në modalitetin e qalë, në modalitetin e sigurt. Devim të arsyeja numër 1. ECU zbulon një defekt kritik të sistemit dhe hyn në modalitetin e sigurt, modalitetin e qalë, me mbrojtje maksimale. Modaliteti i sigurt ose modaliteti i qalë është mbrojtja përfundimtare e ECU-së kur zbulon një defekt serioz që mund të shkaktoj dëme katastrofike në motor, transmetim ose komponent jetësik. ECU kufizon rënd fuqinë. Në mënyrë tipike, rrotullimet maksimale janë 2000 deri në 3000 rpm, shpejtësia maksimale prej 50 km/h. Kjo ju lejon të voziti në punëtori në mënyrë të sigurt, pa shkatëruar motorin. Kjo mbrojtje parandalon dëmtimin e pariparueshëm të motorit, transmisionit dhe komponentëve të shtrenjtë. Lejon diagnostikimin dhe riparimin përpara dëmtimit total. Simptomat janë humbje e rëndë dhe drastike e fuqisë. Motori nuk i kalon 2000 rrotullime. Gazi praktikisht nuk përgjigjet. Drita e kontrollit të përhershëm të motorit me kode të shumta defektesh të ruajtura, transmetimi i kyçur në një marsh të vetëm, zakonisht i dyti ose i treti, dhe automjeti mezi lëviz me shpejtësi minimale. Shkaqet janë të shumta ve të njëkohshme. Sensorët kritik që dështojnë si MAF, TPS, ECT, sensori i pozicionit të boshtit ose boshti me gunga. Probleme të rënda të transmetimit, TCM, moduli i kontrollit të transmisionit, me dështim komunikimi. Presioni jashtëzakonisht i ulët i vajit të motorit nga dështimi i sensorit ose pompës. Turbocharger me dështim të plot ose valvull të mbërthyer. Sensor oksigjeni ose konvertues katalitik me dështime serioze të emetimit. Sistemi elektrik me tension të paqëndrueshëm të baterisë ose alternatorit, të ulët ose të lartë. Për verifikim, ai përdor një skaner për të lecuar të gjitha kodet e defekteve të ruajtura në sistem: motor, transmetim, ABS, ESP. Kodet të shumta të njëkohshme tregojnë modalitetin e sigurt. Të vënat e kohës së dështimit të ngrirë ofrojnë informacion rreth kushteve kur ECU aktivizojnë mbrojtjen.